vjen në mendje kur e dëgjoni si shprehje për herë të parë? Qa do më thuash mua, ti që do më dhurosh psikologikisht? Pa më shaj mua si do më dhurosh? Nuk më vjen të më mirë, e kam parasysh. E ke parasysh, por nuk e thua dot. E ke me do më njerë? Atëherë, disa forma të dhunës janë dhuna fizike, që ju e njihni shumë mirë, janë veprime fizike që një individ ndaj një individi tjetër dhe shkakton probleme. Është dhuna emocionale, dhuna psikologjike, që në të fuset e budizmi, dhuna psikologjike janë çdo sharje, çdo ofendim që një person bën ndaj një personi tjetër dhe e kërcënon apo e bën të ndihet keq. Dhe e vendos në presion, ndonjëherë edhe kërcënon në lidhje me gjëra shumë personale të individit. Një lloj tjetër i dhunës është dhuna ekonomike. E kuptoni çfarë është dhuna ekonomike? Ti më the dhunën ekonomike, çfarë është dhuna ekonomike? Thuaj. Po, Dhuna ekonomike është njerëz të panjohur dhe është shumë e rëndësishme që mos të përgjigjemi njerëzve të panjohur, sepse ndodh që ka njerëz të panjohur mund të kenë një identitet tjetër, mund të shpiret si një vajzë, ndërkohë pas të qëndron në një burg të madhe, i cili ata janë përdorur nga Afrika, për keq për njerëz. Unë jam me këtë gjendje që ti jam rritet në një familje tonë të namë. Ju arrini ta kuptoni një shok që reflekton një sjellje që i vjen si pasojë e një ambienti toksik që në cilin ai jeton. Arrini ta dallon çfarë bëni ju në raste të tilla. Nëse e dallon që një shok ka një sjellje jo të mirë, jo normale, jo respektueshme, po shfaqëron të shqetësuar ose të rrequr. Është nga ndodhja në vetë. Ka pika kryesore e tij ose është kulminante është ajo që rrezini nga mësimet. Të dini një gjë, nuk ka fëmijë. Të identifikoni një gjë të tillë çfarë bëni? Nuk ka klasë, është shumë klasë, shoqë klasë. Psikologu. Një psikolog u thuhet mos ta marrin profesionin kur kanë probleme mendore që arrin të vetë psikologu. Po ndërkohë që psikologu me të drejtë është një person që ti mund të Çfarë do të thonë probleme mendore, se këtë e kemi ne kështu. Është me probleme mendore. Që mund të ketë një vonë, mund të ketë një vonë